Ne vazhdojmë në pjesën e fundit. Besoj se sa do ta përfundojmë e përmbyllim temën problemet familjar. Në dersin e kaluar, vetëm shkurtimisht ato pikat e rëndësishme vetëm t'i përmendi, që dhe më mirë me qenë për juve që keni këtu prezent, ta kuptoni edhe paralelisht mund të ndjekmi ligjëratën me vëmendje dhe ma e kapshën do t'jete mësimet dhe porositë të cilët do t'i përmendin vim. Në dersin e kaluar kena përmend se si trajtohen problemet e dukshme. Ashtu kena përmend se ka 4 lloj probleme. Ata që kanë të dukshme, ata që kanë të fshehtë ose pa dukshëm. Ashtu, këto janë 2 llojet. Ata që kanë kalimtare edhe jo kalimtare 2 bëjnë 4. Kena përmend për të kaluar diçka në formë detale, duke sjell shembull edhe ilustrime. Kena fol problemet e dukshme, hapat që duhet mi marë drejt zgjedhjes të këtij problemit. Pastaj në titull kena përmend a duhet që përpiqemi maksimalisht mi zgjidh çdo problem. A thuhet çdo problemit duhet mi dal Zot edhe me marr fund? Jo. Normal prej neve kërkohet sipas mundësive të gjithë problemet me mujt mi zgjidh. Mirë, po nuk mundesh mi dal. Ti je i bindur. Andaj çdo disa probleme vetëm të kalohen. I lek kështu kaluese. I kemi detyrë dhe obligim me lexu historinë e Rasulullahit alayhis salam, biografinë e tij, aty kemi merr shumë, kemi motivu shembull të mëdha me të cilët edhe i dërguar Allah ka pas si probleme, edhe aty frymëzohesh edhe pajisësh me informata të mëdha për me zgjedh problemet. Për shembull, i dërguar Allahut jo çdo problem e ka zgjedh me të njëjtën formë, mënyrë, jo. Disa raste ka përdor dialogun, ka diskutu, është ul dhe i ka çajt hallën. Disa forma e ka braktis shtëpinë. Ka pasë nuk o zgjedhë. Është ambienti teti i ngrohtë, teti është i ka dal kufive. Edhe nëse zhytesh bisedime, aja përkeçohet situata. Po çka del pak për shtëpisë. Si thonë të ndan një fllade merr, e pastaj ulet tensioni. Topi nuk rrit gjithmonë lart, bjen poshtë, e pastaj zgjedhet. Kjo është forma e dytë. Forma tjera ka hesht. Ka fol, pala tjetër, ka fol. E ka ngrit zonën, ka hesht. Edhe këto janë format që duhet her pas herë normal, sipas rrethanave, rastit, momentit, i përdor këto metodat. Varet prej faktorëve, personi, ka disa persone ja del let me ata, mi po disa që e thëmë na kryen qyke ka, zite, ki po ziti me grusht nuk zdrohet, as me lafe jo, as me limu, ti duhet forma tjera. Varet prej personit, faktoret shumë, ambienti, edhe kultura. Edhe këto, shumë dallon kultura e Trojës Shkupit, mes Tetovës, Gostivarit, Kosovës, Shqipërisë, të Evropës, të Azijës, të Perëndimit, ta dish, edhe këto du mi pas parasysh. Pastaj si zgjidhen problemet familjare në mënyrën më të zgjuar. Edhe këtu kena fol, kena përmend raste të shumta, kena përmend rastin, për shembull kena sjell një rast, kjo ka qenë si model yrnek me të cilën zgjidhen probleme. Sikurse rasti i dhomit, kur dhem dhomi, ti ki adres ku me shku, nuk shkon të argjentari, apo edhe punë të fejës, disa i dallashitin orientimet. Ka problem me fe, në meset fes, shkon e vetë dhe një gjahil, dhe një ignorant, të pos ogjen, që është adekvat, ka kry fakultetin, është kompetent, ka prirje, ti përdhamin me shku të argjentari, ku që së në mund tyje. A është ashtu? Edhe që ka problem me dhamin, ka shku të njëra adresat, edhe ka 2 apo 3 zgjedhje. Miku thot, mirë thot, mund është me zgjedhë problemin rrënjësor, më ta heq dhamin. Kjo është e para ndërhyrje, zgjedhja e parë. Mundësia e dytë është me punu. E mjekonat rreth rrotull eviton dhimbjen. Nuk ta e ketë, ama kjo përkohësisht. Ta punon. Edhe forma e tretë, thot atë diçka. Ambientojo. Mësoj çashtu. Njëre për një kafetin, një bar, një qështu, edhe kime mësu mu ambjetu me smundja.
Të njëjtën është edhe problemet familjar, mes burrit dhe grujës. Mund të ka mes babas dhe fëmijës. Pastaj këna përmend një shembull, një probleme më të rrezikshme, që është kulmi i problemeve, piramide probleme familjare, nëse gruaja zbulon se burri e tradhon. E ka gruin në shtëpia, mirë po shkon mas grave tjera. Edhe kjo si mos zgjedh. Edhe është e njëjta kjo me këto tre forma. Sikur të i përmena. Ose rrjedhësisht i thot gruaja burrit, "Nale këtu, këshere. Unë së marrë, unë ama nahef, kështë sam të di që këtu ba. Jam të di që këtu ba. Te i të më të rathuti mua. Po ullu këtu." Ose rrjedhësisht, probleme mjerë, ose forma e dytë, ka dalë e gdhend. Ose e tretë, Allahun na ruajt. Ambjeton, janë disa njerë që ashtu e bëjnë kabul. Ç'nash? Ma nuk mund as me lamburin, as me gdhend, kjo është edhe me e randa. Po, pastaj, dërsa ta është, në vazhdim pjesën e fundit, që quhet ajo pjesa teknike për zgjidhjen e problemeve. Kjo pjesa e fundit, duke lutur Allahun xhaleshanu ta themi më të saktën, më të qëlluar dhe më të vërtetën. Këshire, këto nuk miren krye këput. Mirë po, pi përvojës të madhe autori, që i ka cekë dhe i ka regjistru këto, ko gjë ka një përvojë të madhe kjo. Edhe normal, e udhës është me marë pra ati cili i ka te kalu këto gjana. Ka pas përvojë të madhe shumë ta, me të vërtet të afrojnë ko gjë një tablo të mirë, edhe ta lepsojnë tyje nëse ki dhe një problem familjar, apo ka dikush tjetër, po ty të zgjedh si gjukus ose përmizus. Para se burri dhe gruaja shkojnë, kërkojnë ndihmën në një konsulenti sociolog, i këta përmendë këta herën kalume, sefte duhesh më mundu maksimalisht më përpiq me zgjedh me zvete. Me zvete një sefte. O burr, a di ti qërojmë i do e sape. Mos na marrë vesh që tërkush. Sa nëse shpalosin, dalin problemet jeshtë familjes, qofte konsulenti, qofte ta dish ma zarosht, bajmi me behane. Pe dini me behane? Me pik. Edhe më kjo shpia, Çka do të thonë kjo me pik? Ka pasoja kjo. Si me pasoja? Po ka pasoja se nga kjo familje ka fëmijë, dikush do me lidh miqësi me ata. Nëse kam dëgjuar dhe ka pasë kjo familje ka pasë për plaset noja, jo çdo kush ka dëshirë me lidh miqësi me atë familjen, ose me dhën vajzën, ose me marr nuse për asaj familjes. Një për problemet që rrezikon të ardhmen, po më udhës është më hunç, sikur se i ka hije, burri dhe grujave i kanë hallat me zveti edhe sinqerisht, të ikin gjose nga zemra, shpalosin me zveti, mos të rejnë edhe më të vendosin njërë për gjithmonë që të ikin këtyve të lasheve. Kjo është e para. Këta le ta bëjnë duke kërkuar ndihmë nga tekniket që do t'i përmend më poshtë, që ata shkemi përmend. Një, zgjeroj kufirin e fantazisë tënde. Mos u bëj ngushtë në zgjedhjen e problemeve. Për shembull, pasi që e kena përmend, kena konstatu problemin, çdo është problem. Tedi, është problemi që e rrejnë ki grujen, e godit, kjo problem nuk është, ose shanë, ka të salakot gruja, e ka zakon, mja shajt familjen, mja nënshmu familjen, ose pikrysh ata me nënshmu, oj nahive, oj budale, oj shtremqe, të na përdorëm do shprej, a ba. Pasi që e konstaton problemin, na japin mundësi fantazisë tonë që të kërkoj një zgjidhje për këtë problem. Si thot? Për shembull, nëse vajza e ndonjërit prej nesh i ka mbushur 15 vjeç, edhe refuzon ta vesh hijabin. Ç'ka shemë, ka shemë tjetër, edhe kjo problem është. Baba e nën musliman, vajza 14, 15, 16, 17, ka i mbylik, ka të kalu adoleshencën, ala nuk mbulohet, dërsa ne e dimi se është obligim fetar, si ti mushe vajza ma shumë se 14 vjet, 15, ka i më mbylik, kjo ka obligim me mbulu trupin. Edhe nëse thot vajza ka mush 15 vjeç dhe refuzon, nuk do me mbulesën hijabin. Padyshim që kjo është një problem familjar. Pasi të konstaton problemin, thot unë filloj të fantazoj mbi një zgjedhje të caktuar për këtë problem. Edhe kjo është ato që kanë ideja, kreativ që janë.
Nuk fokusohet vetëm te problemi, e shikon se çka ka diçka të përbashkët, apo çka vajza lakmon me një sen, e ti ndërlidh çata edhe në vijën e njëjtë ja afron këtë ofertën e kësaj mbulesës. Shembull, nëse ka problem, edhe ja qenis si amballazh, edhe pranon formën më të mirë. Edhe ka sjellë në shembull të mirë autori. Për shembull thot, këtë e bën thjesht, duke sjellë ndërmend sendesh ose frimorësh, si për shembull kastofonin, apo dhe një stelolaps, apo qelin, hanën, detin, apo dhe një raketë tjetër. Si që e vini rrethët të nuk kanë ndonjë lidhje me hijabin, të përmes kanë lidhje me hijabin, ama kështë e si përdordhat. Pasit kem caktuar disa emra sendeve, e zgjedh njërën prej tyre dhe fillon të gjejë se çfarë lidh ata me hijabin. Te dhe njën për këtyve dhe lidh me hijabin. Gjatë kohës ka e ban këta, fillon shka të lind ideja të reja që nuk i kishe përpara me arët lidhe me hijabin. Ose formë qetër, për shembull, buri jot s'fal namaz. Dhe kjo problem është, gruja qysh me nejt, me një stre, me një kull me burin, me një shtrat, s'fal namaz. Nuk ha dhërë Allah që si ban sejde. Mirë po tif, gruje ka e zgjatat fantazien tane. Edhe shikon çka ka burit përbashkët. Ti e di se buri ka merak parfimin. E blen një kuti më të mirë parfimit. E blen edhe një segjade. E parfimos sot segjadën. Ka përmend autori interesant. Pasi e parfimos aq bukur segjadën. E merret. Edhe afron të shtatë jatë aty. Edhe di se ki natën ladron shotit të vjen mas 12 vjen shpejt. Ti shtëru kësaj të flet, edhe alen segjadën aty me parfum. Ama kjo kamera kjo parfimin. Edhe aty e shkruani letër, fjalë të bukura, çka josh kanë burin tanë. Për gruën e kam për qëllimin. Kur vjen thot, ka pas raste, tu afru të shtratit, kur e sheh parfimin e nisen. Parfimin e të req, a e këdi për segjadën. Shëre, segjadën pëdi. Mirë po ajo shka josh është parfimi, sa segjadja pëdi që ku ka me qunë. Mirë po kjo të req, ja blin zemrën. Edhe kur e kështë aromën, për e kështë segjadën, lezon fjallë të bukra, atër sa shka ban thot, e pash, shkoj në banjo, mura abdes dhe fali namaz. Kjo është edhe me thmit, ma ka thënë mu një plak, interesant moti kja. Thëke, si përdor të thmit, thëke. Thmije ka merek se në këto që kanë tambla, dhe në janë bëlsirë, dhe në qëkallatë, sheqer para dhe në sen jevlin. E thot jep. Kur t'jep, thot, ti ka njëre godit, thot. Edhe nuk e merë vesh. Nga sa është fokusu të që atër t'ja dhënë, thot, t'ja ambëlsiren, edhe të tregon për namazin, për dhe një porosi, dhe një këshila, për dhe një të reqe, vërreqës, edhe mosh, që mosh e kapshmin për fëmijën. Edhe kjo është për metodave. Jo, burit e më sjalevi, badjave, nuk fal namaz, aj nuk një nambe, aj vetëm kafë. Ti du në përdor këto metodat, qëre? Këto sete këto të me përdor, para se me ngre problemi që tërkun, me thirë babën, apo nanën, apo me qutë të gjyqja, apo t'i qka, jo. Kjo problemi, kjo është ja pika e pa, dhe me idejet e tua du është mi zgjarun. Pastaj thot, ide relaksimi, thot. Kur dukush prej nesh, përballë me një problem, ndjeti lorë dhe i dërmum, thot. Gjë më e mirë në rastet këtilla është ai të largohet për disa kohë dhe të relaksohet, duke mos menduar fare mbi problemin. Le të shkoj me një lulishtë të bukur, apo le të mirët me sport, apo le të thoje, apo le të shkoj numre. O gjë ç'është numre? Po te tash 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet e ky durumat gabimin katastrofal. Shko pak, pastaj kthehesh, edhe kjo është forma e dytë. Pse thot, se gjatë periudhës pushimit dhe relaksimit, ati të vinë ide dhe mendime të ndryshme për me dal nga problemi. 3. Pyet sa më shumë. Nëse unë përballem me një problem, para se të mendoj, në zgjedhjen e tij, duhet të pyes si erdhi ai problem. Cilat janë faktorët dhe shkaqet? A ka lidhje në aspektin edukativ? A kam faj unë për këtë problem? Kush mundet të më ndihmoj në zgjedhjen e këtij problemi e tjerë? E duke ju përgjigj këtyre pyetjeve, ndihmojnë me diagnozën e problemit. Dhe kjo na ndihmon në mënyrë të drejtë për drejtë në zgjidhjen e problemeve. Jo vetëm shablon, fillon me veta, edhe të lehtëson. 4. Ndrysho vizionin. Dhe këtu. Po, shpeshher ne i shohim gjërat me një kundërveshtim caktuar. I shohim vetëm për ngjathët. Duhet ka njëri për majt, dhe njëri shohim vetëm nga para. Do të më thonë nga mbrap.
Mi përdor këto format, më në men. Nëse i përdor këto, ka më tarë ma e përgjigja ma e sakt. Edhe ki më kanë ma i qëllum dhe ma i drejt në shumë sende. Ama nëse shikon vetëm në një pris, normal se kime pas perceptimin e mangë kime pas. Kjo flenë edhe me punë të fejes, më në men, edhe me punë të dunjas, edhe me problemet e familjes, edhe me shoqve, me zhve. Pa tjetër kjo, ndodhë. Duke i parë gjërat nga një kundërvështrim të ndryshëm, ne fillojmë të zbulojmë gjërat të cilat nuk i kena konsideruar më parë. Sa më shpesh ta ndryshosh kundërvështrimin, aq më shumë informacione kemi zbuluar. Të njëjtën teknik është mirë që ta përdorish edhe kur ndeshmi me probleme të çfarë do lloj qofshin. Çfarë të bëjmë nëse vjen për shembull një vajzë adoleshente, i ka shkëputur lidhet me prindrit, as nuk i bindet prindrit, nuk flet, as nuk bisedon, s'do me një fëmijë, heqej, se ngon me nanën, s'fol me babën, heq. Në vend që ta ul, thot në atë divanin dhe fillon t'i flas dhe t'i bërtas, thot unë ndryshoj taktikën me një kundërvështrim tjetër. Duke bërë këta, thot, unë mund me zbulu dhe konstatu se diçka nuk e dallon sikur se më parë. Aja mund të jetë një arsye e pranueshme për këtë lloj komunikimi prindrit. Shkon gjithmonë, janë disa prindër vetëm me peskatme. Jo be vëlla, mos peskat. Ai formë tjetër, shiko kushit, kolegë jot, mikë jot, kushin jot, çfarë forma dhe metoda përdor me edukimin e problemeve, qoftë me fëmijën apo me gruajën. Ndroje se nuk ka gjithmonë vetëm ti. Ka nevojë, çashtu e lyp, ndryshe nuk e do. 5. Konsultimi, e ca njihet në gjuhën e shariatit shura. Vetë ndoshta sonja del. Ka nevojë me kujt këtë problemin me vllajën tan. O vlla, çka më bë me këtë gruajën be? Shka me ba me këtë djalin, me këtë vajzën? Jo me vllajën, me kushën, me mikun, me dostin, me dajen, me nipin. A konsultosh? Ne ndodh shpeshherë të dështojmë përdesa përpiqemi me zgjidhje në një problem. Në këtë rast unë drejtojem një konsulent i thot për të kushëlluar dhe përfshirë në zgjidhjen e këtij problemi. Edhe kjo ta ndihmon shumë. Jo rastisht përdor forma thot në ndryshme. Sa patjetër mu taku, e thim telefon, në përmend internetit dhe një profesor, apo dhe një kanalet satelitor, dhe një dikush ka i qas këto problemet, e forma, kaseta dhe libra të ndryshme. Kush prej nesh e beson që diçka të tillë e ka praktikuar vetë pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi Allahut, që është njëri i dërguar nga ana Allahut, edhe ky ka përdorur këtë metodën. Monë men, i formum pejgamberi Allahut. Megjithatë ka përdor, ai ishte i dërguar dhe profeti i Allahut. Megjithatë, ai kërkon të dimë e konsulentëve. Kjo sepse e dinte se konsultimi është një nga teknikat për zgjidhjen e problemeve. Njëherë, mes pejgamberit të Allahut dhe Aishës radhiyallahu anha gruas së tij, kishte lindur një konflikt. Duke dashur që ta bind, pejgamberi Allahut i tha: "Kanë dëshiron të marrë si gjykatës mes nesh. A pranon Omer ibn Khattabin?" Ka thënë Aisha: "Jo, s'osh i vrashdaj." Thot, atëra pranon baban tan, Ebu Bekrin. Thot, po. Sa erdh Ebu Bekri, kur erdh, Aisha ka shkuj ka thonë Rasulullahit. I thot, Ebu Bekri tash ka ardh, si me konsultu problemin, konsultant. Ndërsa tash Aisha i thot, pejgamberi Allahut pranin e babazet. Kështu thot, trego si që dron puna. Ke frikë Allahun dhe mos thuj vetëm se të vërtetën. Unë nervozohet Ebu Bekri. I thot fjalë, hoj ti, ngri pak zanin Ebu Bekri. Pa mund flas vetëm se të vërtetën pejgamberi Allahut. Dhe u mat me çellu Aishën, çikën e vet. Pejgamberi Allahut ndurini dhe e mbajti Ebu Bekrin kështu, duke thonë, Ebu Bekr, nuk të knaftuar për këtë problem. Mirë po Aisha u mbrojke nga baba i saj duke qëndruar në spinës pejgamberit Allahut. Çe tash? Baba tu tash kjo e murë si babën si hajde me gjyku po më shivet mas burit vet. Pasi Ebu Bekri doli jashtë gjithë nervave, pejgamberi Allah i tha Aishës: "A e ke pas si të mbrojta prej ti? A e pas që të mbrojta? Te e petë mura ta, po unë të mbrojta. A e ke të cëlmu tyje?" Këto fjalë e bën Aishën për me kesh bashkë me pejgamberin alayhis salam. Ebu Bekri dëgjoi të çeshmën e tyre dhe u kthye përsëri. Pas hyri mrenda dhe gjeti duke qeshur tha: "Më bëni ortak të paqes mes jush, ashtu siç më keni bërë ortak të luftës." Në këtë rast e shohim se pejgamberi Allahut e ka ftuar një konsulent për me ndihmu në zgjidhjen e një problemi mes tij dhe gruajës. Në këtë kohë Aisha ishte moshën e re,
Sa pa të arnuse. Kurse pejgamberi Allah ka pas vite, e dini jo, 50 vite përpujse. Edhe pse ishte i pjekur, edhe pse ishte arsyeshëm dhe kishte një jetë plot eksperiencë, ka pas shumë gra. Dhe se ka Aisha, shumë gra. Pejgamberi Allah i propozonte shoqës, gruzë tani, bërë një konsullant, një palë tretë për me zgjidh problemin e tyre. Kjo sepse ai ishte përpjekur të zgjidh vetëm ato problemet për shoqë që kishte refuzuar. A pejgamberi tentoi ke vet, nuk ka nevojë me thirr dikan. Jo për çfarë sa, jo nga friga, po në jo nga friga, po nuk ka shmimi nxjerr problemet familjare jashtë xhirit, jashtë pragit të shtëpisë. Si dalin marrin status tjetër. Sidokof, me një transmetim tjetër thuhet se pejgamberi alayhis me ka pyet Aishën, a do të flasësh ti apo të flas unë? Ai tha folti, por mos thuaj vetëm se të vërtetën. Ebu Bekri u nervozu dhe u nis me çellu, pejgamberi Allah i ndorhyni dhe filloi ta mbrojë Aishën nga baba i saj. 6. Forma tjetër. Apo teknika e 6. Marrja një palë të tretë, s'ka më zgjidhje. Duhet me in dikush mes. Po, kjo palë mund të jetë njëri i afërt, baba i gruas, nana i gruas, vllai, motra dhe kushdo tjetër. Pala e tretë mund të shfaqet haptas si palë pajtuese, ose mund të veproj edhe në prapaskenë. Formë tjetër, nuk ka pa tjetër me do në haptas, ja? Jashtë e redit dhe konsultohesh. Një burr mund të kërkojë motrës së gruas së tij që ajo t'i flasë shoqës në mënyrë indirekte, me një problem të saktuar. Në këtë rast gruaja nuk din asgjë mes marrëveshjes së burrit dhe motrës së saj. Thotë unë nuk kam qenë dëshmitar, thotë unë kam qenë fal dëshmitar i shumë probleme të cilat janë zgjedhur në këtë mënyrë. Ky autori ta dini që tregua mbi 20 diçka vite ka punuar endas në Kuwait vetëm me këtë çështë probleme. Nuk ka patjetër, ama mirësh vesh me vënë nusës, me mikin. A pe falve? Falve pak se diçka i të spjalen, ama duke mos i kallëzuar. Ti tash përdor thuj indirekt asaj mikut apo asaj motrës asaj, mi tregu indirekt me dhënë, se të thotë direkt mo e kupton thotë vetëm i pas ka tregu burri. 7 të dy fitojmë. Çfarë do të thonë kjo? Se që dikush prej nesh përballet me një problem familjar, secila palë mendon se ka të drejtë dhe pala tjetër e ka fajin, ka bahatin. Përse të mos e bëjmë ndryshe, kur t'i japim të drejtën të dyve. Ser që ja hedhim fajin palës tjetër, të dy ne humbim dhe nuk fitojmë gjë. Nëse kam një problem me fëmijën tim, unë duhet të gjej një zgjidhje ku si unë ashtu dhe fëmia të fitojnë. Kjo duhet të ndodhe mes bashkëshortëve. Nëse një bashkëshort ose bashkëshorte humbet disa herë, e ka të pamundur të duroj gjithë jetën. Deri kur do të vazhdoj të pranoj humbjen dhe të sakrifikoj, padyshim që do të vinë një moment kur pala që ka sakrifikuar gjëratar ka me shpërthimo, nuk e duron më. Njëherë thot autori është kërku të hyjë si palë tretë në një problem familjar. Por gruaja refuzonte çdo lloj zgjidhje. Ajo më tha, unë e di se zgjidhja është e lehtë, dhe se kjo problem nuk meriton të zmadhohet kaq shumë. Por unë nuk mund të duroj thot më. Kufini më ka ardhur. Kam 15 vite që duroj, por pa dobi. Kam sakrifikuar sa nuk ka më dhe tani nuk e kam thot nuk tani kam pamundur të pranoj një sakrificë tjetër. Tash më jam ngopur me sakrifica të këtij lloji. Prandaj është e rëndësishme që në zgjidhjen e problemeve tona familjare të fitojnë dy palët. Disa raste gjithmonë, monument, pasi kena përdor këto to mekanizmat që kena cekë dhe kena përmend deri më tash. Ku nuk me që çut ajo që thotë na bira fundit e kavallit. Në fund, atëre përdor këta të fitojnë dy palët, ose të paktën të humbin të dy një lloj. Nëse unë fitoj 50%, bashkëshorti ime fiton 50%. Të dy ne kemi fituar. Kjo ka lidhje me një ngjarje, përdoret si me Nasradinin. Mirë, tash mos u keq kuptoni. Jo në fillim, mbasi ki përdor këtë mundësit, këtë shancat e artë ki penal, këtë penalët kjo fund. Tregohet një rast kur Nasradini ka di gjukac, një dy persona kanë pas probleme me zvete, kanë pas kacaficje, fjalim. Edhe secili për tyre pretendon se është në hak. Ky që thotë ja unë në hak, ky thotë tim ke bazullum, i thotë tim ke bazullum. Edhe ata nuk gjejnë gjë të përbashkët, shkojnë tek kadia, tek gjykatësi. Kur shkojnë te kadia, te gjykatësi, pe gjykatësi zgjut. Për shkak se të dy janë nxehtë, asë nuk e pranon. Qëre? E përdor këtë metodën 50-50. Edhe ngon thotë, kena kacaficje, thotë, filloti, ky fillon. Dëgjoj, kadi.
Kë nuk ka lënë send pa më thonë, ka akuzu, më ka shpif, ka bo zullum, ka bo padreci. E ndërgjën dhe thotë, e vërteta që ka me tyje, hake është me tyje. Ky që thotë, tash unë kam rejnin me fol, thotë folë dhe ti, fillon ki me folët. Po kë, më ka shajt, ka ofendu, fjallë ma banale, këtë i përdor, thotë, e vërteta që nga me tyje, hake është me tyje. Gruja në stradinit ka qenë duke i ndëgju, këtë seancë. Pas i shkojnë, i thotë gruja burit, thotë, o burë, thotë, të dy nuk me qenë për të në hak. Njën është në hak, njën i ka po zullum. Njën është i drejt, njën i pa drejt. Në stradini i me që thotë, po dhe ti se ki keq, thotë, pasurën se kam keq. Kur është ambienti ngrot, kur tu di janë fanatika, nuk shlube, e përdur këtë metodën. Se për ndyshe, nësi thuti 100% në vërtet, kë, shpërthema, te thua ma, ndatë, shkëputët familja, shka bënë ti? Kur gja. Mi për këtë rasta, ata që janë ekspert dhe profesional, këto i përdorit, jo çdo kush. Ata që kanë viti, kanë përvojt madhe me kësi problemi. Këtë qembëll me nasradinën e përdorin të na pleqë të disa gjallartë, është në gjashëm me ata shka e ka si dhe ka potencu autori, si for mekanizm në zgjidhjen e problemeve. Për shkallëzimi, edhe kjo është një parim fetare në nësishëm, i quhet të dërruq, me gradualitet. Jo vetëm këto probleme, në çdo probleme. Nuk zgjidhet ka njerë minje problemet. Edhe jo rastisht parimet fetare në islam, disa ndalesa nuk ka arë krejtësisht mund ndalu. Shembull, e keni fakt gjallë, alkooli, s'është dal për njerë. Alkooli me faza, mos gabon të futesh në xhami duke qenë deur. Pastaj, mos u fut në namaz duke qenë deur, me shkallë, sa që thot Aisha, po të zbrinte ajetet fillim me ndalu alkoholin, asnjëri nga ne, askush nga arabët që e pinin, e konsumoshin ekstrem, nuk i kishin ndalë alkoholin. Ama me gradualitet, për shkallëzimi, edhe kjo mbulesa, nuk ka pa tjetër me një, ka dole. Vendosë njerë vetëm ato, kratë mos shikën se mare më të pa dikush kratë. Mas një periudhë të di, apo një javë, apo 2 javë, apo 1 muj, 2 muj, 5 muj, të di, pas e mbuloj këtë së skoje kjo. Pas një periudhë, mbuloj dhe kokën së skoje, këtë gradualitet. Edhe namazin, nga dale. Për njerë s'munësh me fa 5 namaze. Ajde falit drejken, se sa bajnë s'munësh. Ka problem, ajnë 3 vjen prej kafës, ti sa bajnë me falë. Falit drejken, apo i kindijen, ka dale. Thota e fjalla popët, javash, bat kin gjithash. Për njerë nuk vjen. Edhe kjo, për shkallëzimi problemeve. Për njerë, jo, e këputi une. Jo, ka dale. Edhe kjo është metodë e suksesshëm. Tregon për shembull, thot, një prej metodave për shkallëzimin, thot, një gruje ka pas problem, kërkoj ke tek une, atje, me e shkurzu burrin e vet. Pse? Se burri ishte e konsumon të drogën, që quhet drogerash. Unë e pyeta thash, pa nuk ka dëshmëri që të ndryshon burri, a shi ka që me ndryshu? Tha, nuk e di, pyete vet. Unë jam dorzu. Duke qenë se kishin 10 vite martes dhe kishin 4 fëmijë, unë u takova me ata dhe pyetash, a je gatshëm me lënë drogën? Se për ndryshe, kjo fisnika jote është vendos. Tha, do të munona. I thash, sa tableta në ditë? Tha, 50. A ban, ti i kish ka 5, 45? Tha, nuk ka problem. Ka me provu. Ka na provu, thot, 1 javë, 2 javë, mas 3 javë, pas të filloj edhe nga 5. 45, rane 40. Edhe këta, edhe mas një periudhë thala krej. Për njerë jo, o të që e pi duanin. S'po thamë për njerë 2 paceta. Së të pish 2, një gjyzve, redaktoj pak, pas të 2 mujve, 1 pacetve, pas të 2-3 mujve 4-ve, gjyzve, a njani kur të në thamë që shtu i tha, o gja, nuk e di sa faknësi me pi duanin. A dhe kemë motivu, tha, o gja, ti po më thua, ma tha, nuk e di sa është, e di sa kënatësi është me pi, bile më thaj gjuhën e popët, a dhe sa lezet ka me pi cigaren. Unë ja këthejra, i që nuk e zgatat është, ti nuk e di sa lezet është me lanë cigaren. Sa kënatësi është. Allah tha, s'ki faj, nuk e di, ama. Jo, nuk e di, e realitet është. A që ashtu? Edhe, du në përdor këtë metodën në gjdo sen. Edhe në urdhra, edhe në dalesa, edhe qëfar dush probleme. Thushtu thot se autori e la krejt, 9. Ekzistenca një reference për 2 bashkëshort, ose palet në konflikt.
Mosmarrëveshjet tona, secila palë ka si referencë mendjen e tij. Është e mundur të arrijm me një rezultat duke ditur se mendjet tona janë të ndryshme nga njëri tjetri. Si mund të arrijm në një rezultat duke ditur se kultura ku jam rritur unë është e ndryshme nga ajo palës tjetër. Gjatë hudhëve selam të mirës nga Rasulullah a.s. ku i tha muslimanëve, ju kanë lënë dy gjëra, nëse ju kapni, nuk keni për me humbur, s'keni për deviju asnjëherë. Kurani, libri i Allahut dhe tradita ime, shikoni jetën time. Nëse kapni për këtyre, edhe këta, do të më ditë në referencë përbashkët. Thotë bile një çiftirim ka thonë njerë, o hoq, unë me burin tem, kena në fillim një qartë, kena bërë. Kështu, masi është vendos kuruzimi, kemi thonë, nëse kemi një problem, a pajtojshti me mu me Kuran dhe më sunet me zjetë. Ka thonë po, për e ditë, mos kena pas probleme. Çdo problem që kena pas, shkurt, shka thotë Kurani dhe suneti, për çet problem? Wallah thotë, shariati aman anën mburit, u kri të të është. Këtë ras, shariati aman anën grujës, u kri. Nëse i merë me shariat, me pas, referencë, për nësë kena referencë për fatë keqë, shqiptar referencë ka traditën, ka kulturën, anë shkresh me keqë, kanuni. Na muslimani ka Kuranin, sunetin, shariatin, kjo është ajo dusturi, jo zakonet, jo traditet, për shemë për zakonet e na. Ska, gruet gëzën është luprakën e derës. Këtu ka hinë ma, unë kur kam një fjallë. Ashtë disa fise, nuk e di sa e din jo, ata ku s'ka shansa gruja me lip shkurzim nga familja. Palese ushtron terror, dhun, bja grujën, s'ka. Pse thot, gruja të na hinë me 2 kam, për me dalë, thot, du me dalë me 4 kam. Pe dini që të më thonë me 4 kam? 4 kam ka qimin vetëm kur vdeke, por në që shka thonë, thot. Thash, kjo ku e më bështet, ka në ke referencë? Qështu e ka fisi jonë? Ja. Referencët me zgjep kanë Kuranin, sunetin. Në ndaj, ka funi me problemet të familjes. Edhe në funi ka cekë disa shembull, sa probleme ka. Thot problemet familjare dhe përvojës time, që kanë thot kone fundit, është natyshme se familjen e pas probleme. Mirë po, thot problemet unë i ndaj me etapa martesore. Subhanallah. Problemet që kanë qiftet të reja, nuk i kanë has të qiftet e vetra. Në studimin tim, i kam darë jetën bashkërtore në disa etapa. Aja e para, quhet, nga viti i pari martesës gjerë në vitën e 5. Pi vitit parë të vitit 5 vjetë e para, quhet etapa e parë. Etapa 2 vjen nga viti 6 dhe në vitin e 10. Etapa 3 është nga viti 11 dhe në vitin e 15 dhe etapa e fundit hyn nga ato 15 vite dhe në shkaj ka dhënë Allahu ima. Se cila për tyre ka probleme, nuk e njësoj. Nuk është se fillim një probleme me smenusën, sigur se mas 30 vjetëve. Andaj, fillim ka shansa një arsyetu problemin. Ama në pleqni, nuk arsyetuar. Andaj populli thot qka? I një tranun pleqnitu për la, hajde në fillim po, si këni di qëfar zakone kjo nusja, ka për asaj familje, shpis, a me këni ba që 30 vjetë, me një kulm një qa, ala, dalojnë, apo? Problemet e qifte dhe të 5 veçarët të parat martesës, si se thot që ka dalojnë, interesant, për përvojës. Prej 1-5 vjetë, farë problemi kanë. Informacioni pak përsa i përket përgjithësive të reja që i pret. Nuk i di ku i ka venin gruja edhe ku i ka buri. Shpia buri është do më qenë. Ama të magjetorja, të kuzhina, shka një buri mi kalzu, mi qitë krypë ma shumë, pak, s'pas ke ditë. To, me zveti nuk i di ku i kanë venin, informacionet me styre përgjithësin. 2. Dallimi mes karakterit dhe personalitetet të secilit. Ale su një mësojnë karakteret. 5 vjetë, alo, 1 vjetë, 2 vjetë martes, nuk e di burit të fa karakteri ko, ose pala qetër. 3. Ndërhyrja e nënës e burit si do mos gjatë 5 vjeqarë të parë. Edhe këto, ka njerë, e te i kalon pa kufinin vjerat. Nana e burit, jere për mikri i nusës. Edhe, abe ka burit ka përgjësim më të madhe. Ska aty, nësë për thamë që mësë me respektu, do të me respektu maksimalisht. Mirë po, disa vendos buri, 4. Mos interesimi burit për shoqën. Dhëndri tregon një interes dhe për kujdese për nusën 2-3 mujtë e para. Më pas, ai ndjen nostalgji për jetën e beqarisë. Dalet me shokët e tij. E petë merr malli për në kafe në qejtore. Qa, 2-3 muj. Edhe kjo problem është. Po, qëtë lloj problemi më kam përmenjë shpesh, unë kam pak një përvojmë, edhe nëse o gjallar në pashtojnë pyetje të llojshme në për këto rrjetet sociale, qëto, plot nga gjenia femrore. O, qështu, burit, tash më vetëm me shokri. Thot, unë e dyqysh, së më përballojbe,
Rre me orë tëra të në 12 thot. E unë e përka ka marrë. I thamë, du me kuptu se ka disa probleme ta, disa të ri. Ata janë martu, po ala nuk janë burë. Që tash nuk je sigur tjetër tash. Ti ma me 2 koka tash. Redaktoj pa, nëse ke shku në 12, fillo ka 10, të gjyshtë të shpia me shku. Po, pastaj, borxhet e shumta, nëse burri ka hir borxh për të mbuluar shpenzimet e martesës, këto borxhe kanë me ndikuar negativisht në jetën e tij familjare dhe bashkëtorë. Të na tradita, duhet dashma pa mësh nuk bëhet. Po borxh të 5.000 euro. Pastaj probleme s'e dal. Ka dole, mos do të më punu 2 punë, punu për mi ka paguajt borxhet, s'po kam vakt mas ty janina, kjo shakton pastaj nuk jep disa drejta gruas të disa hedhje pare. Edhe kjo është fillimi. Shpërdorimi i pasurisë. Mosmarrveshjet mes 2 familjeve, të burrit dhe të gruas, mosmarrveshjet e lidhur me banesën bashkëtorë. Fillimisht çifti jeton në shtëpinë e prindërve të burrit. Me shpresë se më vonë kam vendosur në një shtëpi të pavarur. Për shkak të vështirësive ekonomike, ata mbesin në një shtëpi, gjë e cila kthehet në mollë sherrë mes çiftit. Normal, është pak seran, sidomos te na shqiptar, kjo është evidente. Zëngat për të demonstruar forcën e secilit. Të dy si burri dhe gruaja kërkojnë të tregojnë tjetrit se ai është më i fortë. Burri për një krije, gruaja dha do më kthi. Ojtë, ti ku i ke vendin ti? Edhe këto, kooperacia të pruar. Gjatë 5 vjeçarit të parë, disa burrë tregojnë më do shtrëngum. Pasi mendojnë për të ardhmen e largët, kurse gruaja e akuzon për kooperaci. Të dikon burë ka akt, se do më mbledh para, se të ardhmen e vlat ka, ai ta blemi një shtëpi, ta blemi një tokë, ta rumi pak dinarin, rrogon, ti kanë ata maçar, se pas na ditë, unë kur me ty s'kisha lidh martesë. Gruaja i kushton më shumë interes dhe kujdes fëmijëve, sesa kuna, sesa burrit vetë çoçet. Pastaj se fëmijëve, objektivi kryesor i gruas janë pikërisht ata. Gruaja me fëmijët, me burrin mos e ban mall. Dyshime dhe xhelozia të cilat janë më të theksuara gjatë 5 vitet e para, vështirësitë e përshtatjes mes tyre, alesë përshtatën, mos bajtja e përgjegjësive, vonesa e shtatzanisë dhe lindjes së fëmijëve, burri nuk i duron dot fëmijën dhe zhurmët e tyre. Këto ishin problemet më të spikatura gjatë 5 viteve të para të martesës. Problemet 5 vjeçares dytë, cila është prej 6 martesës të 10. Është etapa e dytë apo? Kështu e ka selektu autori. Vështirësitë e edukimit të fëmijëve. Burri mbështetet tek e shoqja, tek gruaja më. Qëndrimi i çiftit jashtë. Gjë në orët e vona, gjë e cila tregon për mërzitje. 4 kokoforcia. 5 ushtrimi, dhunë dhe goditje. 6 fillon gënjeshtra. 7 angazhimet e shumta të burrit. 8 dallime dhe preferenca mes fëmijëve. 9 acarimi i marrëdhënieve mes çiftit. 10 rritet interesi më shumë për fëmijët. 11 burri përfiton edhe nga rroga e gruas për të mbuluar shpenzimet e familjes. Kjo është kjo është evidente në Evropë. Ku kam shku në Evropë? Pse të gruaja, për ndryshe, së një dalmina. Ku në të nërusë në Evropë, jo këto, kënë me të vërtetën e ekonomik të avanzum, bëja gruaja. E normal, gruaja pas edhe ajo ka disa drejt, edhe ka dëshirë me vendos disa çështje. Burri fillon të hedhë sytë të gratë tjera. Fillon më i bë bajet gruaja vetë, mas e fazën e dytë, fillon lakmon që tërko. Ndarja sociale mes dy bashkëtorëve dhe familjes, rutinë dhe monotonia, bëhet më rutinë më. Ne kemi treguar në kalume, ka zgjidhje, lakmon po, më thotë gruaja këtë, unë e duroj çdo sen, ama tradhin jo, tregoj më, martemi dy do në kryq e puna. Tash më bëlit pyetje atë dy shpiu gratë tona ja. Kur nuk të hapin këtë shans ofertë. Është vërtet, mirë po duhet me çojt bashkarisht e mos me bë fshau razit gjana të cilët e prishin çiftin. Problemet e 5 vjeçarit tretë, fazën e tretë, problemet çat janë preferon të shoqën më shumë se nanën. Favorizmi i disa fëmijëve nga të tjerët, të madh më shumë do se të voglin. I blen më shumë ti si blen, këta e shëtit, këta nuk e shëtit, po. 3. Shfaqet problemet e fëmijëve adoleshente. Që thonë të kur zoj ki fëmijët e vogli, kur të bëndë mëdhaj, e lipin qante, e lipin libra, e duhet tesha, i përdorin këto. Shtohet rutije dhe marrëdhëniet bashkëtorë
Bashorta qëndron me fëmijët kurse burri sheh hallet e tij. Ndonjëherë shfaqet një lloj adoleshencë e vënuar tek bakshortët, alasht, mbyllë, sokapjek. Shkollimi i fëmijëve fillon të bëhet problem. Kush do i ndjek si vend mësimet, kush do të interesohet për të në shkollë kështu me radhë. Krahas me tjerat, por me zë të lartë në vitet e para të martesës, secili prej tyre e krahason partnerin me dikë tjetër, por në heshtje. Edhe kjo është rrezik kur fillon ka dale, mua të harru problemet e këqija, i cili do gjona që nuk ka nevojë. Burri fillon me ndryshu mënyrën e komunikimit, pushimet në vende të larta, tashmë ata kërkojnë ndjenja, një farqetësie, edhe kështu me radhë, edhe problemet e fazës së fundit, që qëtë fazë e fundit e 4, prejnë 15 veçare, ma tu që 20 apo 25 që ka martesë ma shumë se një gru, kjo është ma shumë botën arabe, të në alhamdulillah se ka këta. Sa ta fillojnë kanë qef më martu ma shumë se një gra, botën arabe, ma dje kanë edhe kulturë. Fillon martesë e fëmijëve, gruaja nuk i kushton shumë rëndësi vetës, fillojnë problemet, çka shëndetësore, edhe kështu me radhë. Këto dhona, bi problemet mes çiftit, në ndihmojnë në trajtimin e problemeve. Nëse çifti ka një konflikt ose problem, para se të jep udhëzimet, njihni me moshën martesore të çiftit. Duke ndjekur këto probleme, atëherë këto ide ta ndihmojnë tyje me ditë. Çfarë probleme kemi me gruajen? Që sa e martum, valla që 7 vjet. 7 vjet ku janë të cila fazë? E dyta, sa prej 5 deri në 10 ose prej 6. Edhe shikoj, ta demek janë të kapshme. Ndodhin këto probleme. Nëse jo, atër, ose akoma nuk ka e pjek njën e për këtyre, palve. Këto të ndihmojnë tyje, edhe me lejen Allahut, zgjedhin probleme. Mirë, po probleme familjare, përveç se janë probleme, janë edhe mënyra që secili prej nesh me fitu shpërblimin nga Allahut. Se tek e fundit, edhe problemet që ka ndodhen, Allah do më ta sprovu ty e sabrin. E sabrin ku të ti shesh nëpërmjet problemeve. E sabrin më të madh kemi gruën tane. Më e men, andë thot pejgamberi Allah me këtë hadith e përfundoi, thonë, çudi është me besimtarin, nuk ka me askënd. Kur e godet dhe një mirë, çka e gëzon, e falëndron Allah ndash mijos. Kjo është në favorin e tij, edhe e mirën e tij. Nëse godet e kundërta e keqja, ai duron dhe te kalon këta, ban sabër, edhe është në favorin e mirësinë e tij. Nuk e gëzon këtë mirësi vetëm sa muslimane. Që do të thonë, edhe keqja që ka ndodhur me gruajen, s'ka çellut, sikur që jetë anina, ti me fiton është shansa me fitu se vape në përmjet durimit. Letosh me thonë, hajde baju, hajde qëka të në najote. Ti kur këta s'mush me durum, po tjertë. Dhe më thonë, edhe kjo mund më kuptu si shansë, mundësi me fitu se vapet. Këto ishin disa gjana shkëndia, ose gasat vogla, me përmen se si trajtohen, zgjedhen, nëse eventualisht ndodh mes neve, me fëmijëve, me grave, po s'do me thonë edhe me familjes, po edhe familje ma gjanë, me tezë, me ardhë, të e njësa shembët që në animojnë për neve, mirë zhjetë probleme. Duke lutë Allahun Gjeleshanu, inshallah kur s'kemi probleme me familjet, asnjët. Këta do të minut, më këse më inshallah, o Zot, mësë na që kur fa probleme. Ma djo është mirë me bon një doa të cilën Allah ka përmen Kur'an shpesh ata, në suratul Furqan, Rabbena hab lena min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. O Zot, na jep grad të mira, edhe fëmijë dhe pasas të mirë, me të cilët ka më në kënaqë syni në punën e tyre, kur ti shofi punën, veprimtarinë e tyre ka më në kënaqë syni, edhe në bazë Zot neve shembull, në bazë Zot neve shka, lider për të tjera, baje, o Zot më bak gruin dhe fëmijën, që puna tyre të më kënaqë synin, nëse e bak ta, në emër të Allahut, Allah shikon se ti i sinqert dhe serios, dhe Allah ta nënshton gruin dhe fëmijën, se që do ti. Duaja shumë ndihmon. Sadakaja shumë ndihmon, namazi shumë ndihmon. A dini se dhe namazi ndihmon? Kam dëgjuar dhe kam lexuar shumë në për libra të dietarë selefit, kanë falë namaz nafile me pretekst, me njet, thot njëri nga dietarët e selefit, Omar ibn Abdulazizi i ka thonë nipit vet, gjallit vet fal, o gjall, unë më shumë fali nafile me qëllim se çi kjo më truj tyje, më të eduku tyje. Dhe më thanë, lejohet ka njerë me falë edhe nafile, diçka tepër, jashtë e farë dhe sunetit, qofë sa da ka namaz, jam të bëhë, zotë këta, që të marrush e vladhin, të marrush ftyrën, marrush nderën e grujës teme, marrush që të mitë e me, që të më të ndikë rrugën e mirë, o zotë, jam të bëhë këta, që mos devjojnë nga kibla jote. Këto kitë ato investive që ka jepti për familjen tane, nuk të këjnë hoqë Allah. Inë Allah la ju dhe ajra muminin, Allah i kurën e kurës nuk e u lodhen mundin e besimtarit. Allah ju nderoj, Allah është përleft, lutja jonë e fundit është, alhamdulillahi rabbil alamin.
I dham fund me këtë pjesën. Prej dilës tjetër, orarin ndronë ashtu, nëse nuk gaboj, e për tjetë masacijës. Naj pyetje, naj ndërhyrje, naj... Mos të kërëce ke martesa me grunë tjetër. Parandalon kjo tradhtia, Nja? Mos të kërëce ke martesa me grunë të dytë. Po. Parandalon tradhtia, bashkëtore, martesa me grunë. Fillimisht, du të me ditë synimin dhe urtësinë se martu me dytën. Allahu Gjereshanu e ka të regu se i lejot një gjë e tillë burrit më martu me 1, me 2, me 3, me 4. Nëse ka frikë se nuk mund me qeni drejt dhe korrekt, i mjafton me 1. Po pse me 2, 3, 4 ka shumë shkaqe. Kanë thënë disa dietar, burri ka më shumë energji dhe potencial se sa gruaja. Gruaja ka zakonet e vet, i ka traditat e vet, i ka diçka të cilet. Gjana farë këtë thot hadithi apo? A jetën që të se ka met, Koran. Që të pjesën, urcita. Buri pas ka ma tepër me mori. Jo, nuk ka kështu direkt, indirekt, po... Gratë ka ma tepër, jo bura. Shkes të që kësë. Më shumë. Nuk pajtona në këta. Po. Po, anë, mundesh. Edhe të thashtë, s'lesh hadith, edhe të një që... Jo, nuk është hadith, ama është e dëshmume se jo rasisht burri kërkon më shumë gjithmonë në sidomos kur është në pyetje që çështet marrëdhëniet intime. Gruaja nuk e ka atë apetit datoreks. Ndoshta e ka në momentin e parë këtë formë, nëse ka për çdo shkenca, në formën se momentin me të cilën po. Ama që ka kërkesa oferta shumë të nuk ka kjo e vërtet. Pse? Nuk është vërtet. Një prej gjanave se shkenca her pas here e pohon një gjë pas një periudhe e mohon çata. Se ajo është vazhdim kërkimit të vërtetës dhe realitetit. Me ato mundësi që i ka dhënë parametra arsyes dhe logjikës. Edhe ka dëshmuar se disa raste e ka mund një gjëtit që më të kaluar e ka punë. Gruaja i ka ato zakonet e vete. Çdo muaj ka më stacioni gruaja. Atë ka dëshirët e burrit, nuk mund të realizu. Atëre, në kësi raste, kur burri ka epshen e madh, vru dhe epshet të jetë është i madh, sa që nuk mund edhe me frënu ndoshta dhe vetën, edhe ka frikë ashtë madhe, që mund me ra me bazina, në kësi rast, ky njeri ka këtë epshen, edhe i posedon kushtet ekonomike të mira. Ti ka dëshira ma, është një fjalë, dusha oqa ma, tjeta nuk e do. Ku e ka këtë burë sabrin atëre që folën e për atë sabrin, për institucionet, që një zgjatë 5 ditë. Dikush i ka 5 ditë, dikush i ka 6, dikush i ka 7, dikush i ka 9. Ne flosme... Për shkak të ati mos sabrit, a i të ashtë të martohet me një tjetër. Jo, bashkë më sabrit, mas i ka përdor këtë të format dhe mekanizmet. Se ti mësh me thonë po sabër, ama më të ta me një qëtër sen. Të na shumica bëjnë këtë nëzeze bëjnë. E qka ta shumë, du të me ndalu këta, se kjo ka po legjitime më ka po kjo, ha? Sa që e di dhe para qëtër i direkt e di. E në tash që rojmi gjuks na, ku e me të durimi sabit dutëm në ba, thash po, në thash, mas ketve, edhe nuk mundet, kësu në zotron vetën, su në fronon vetën, syti shkojnë majtas, e djatas, edhe vetëm bisidon, ma dje, ndoshta vetëm që nuk është gjytë në bazina. Kësi rase për thamë, se vetëm se të vjen një ide në kokë, e të rëtullot, jo, du të me duru. Ama dhe kjo qetra nuk ban, kjo shada me dëmshme kjo, bre. Unë kam dëgju, valla jam dëshmitar, jetë këtë gjami, me ka thonë një person, i cili gruën e ka të sëmun, me vitë është në shtrat, nuk mund më qunë. Imagjino shë thonë, a i nuk mund me kry, mardhanje me burin. Unë e burët, i kam 4 vite që shtu i kish pas. O gjo, direkt unë i thamë se të risi janë, tha, komunitetit shqiptarë ka tona, edhe qka, i kam thonë kështu, a dhe që më ka thonë, qka du shbafi shpimës me bjenë. Atë me kuptonë? Po këtë fjallin këtë e thojnë përthujse. Kjo ka arsye, të më thëmë. Këtë e shofë si arsye. More ka thonë, qka du shbafi shpimës me bjenë shpimë. Me një fjallë, ba haram ti mos me bjenë të shpija. Ka shumë, bashkat bashkë, i ka thonë direkt, ti shka du shbafi shpimës me bjenë. Me një fjallë, ba ti. E pa ta është, edhe kjo është regull, kjo është një regull më në men. Ai që nuk e praktikon ata të duhur, ka me bërë diçka që nuk është e duhur. Ai që nuk lexon Kur'an, ai ka me lexuar romanet të fliqura. Ai që nuk dëgjon porosit kuranore, që ta sen, edhe
e ban këta çka Islami ka bërë alternativ, ty kemë përdor 400. Se të na as shumë e ka pushtu traditat, zakonet në vendin tonë, ju ka bërë më shumë se shariati. Jo bëse marrët e na dytën. Ti që shkon me dytën, me shfaleri ka me dytën, me tretën, me katërtën, e në Bugari, në për Pufa, në për Agje. Kjo jo, ha? Nëse këto e ban kabu, po vishme se e ba para publikut. Këtu e ku marrë, qëtu, ne kur të vojna munafik lëkin. Vishme se e ba para, se ne jena mjeshtë për munafika, si shqiptarë, apo? Ti baja më për para tjerëve. Shujti. Ma që gruja ka bëllë qëtim. Që e ka thonë? Shka du shbanë, qëpim së me bërti mua. E në andaj thujmi na, për dytën, tretën, nëse është vrullin kulmin, që nuk e frenon vetën, jo thjesht që i kartë, dhe neve na vjen, ama e frenojme e pasër vetën, se ka mekanizma, sabri, agjeron, ama i përdor të sabrin, e përdor agjerimin, i përdor nuk shkona për to vende, ku ty t'joshin gjinia e kundërt, i me këtë të forma, edhe nuk e donë, vetëm se me shpërthi, atërë thujmi kësi forme e ban, në situacione disa kritere tjera, i drejt, i barabart, ki kusht ekonomike, nuk i ban zullum, se dhe ka njerët e keqa pënull, e merë dytën, të parën e neglizhan, e këthe në shpinën, kam dëgju, ma kam përmen, o gjo, e kam mërë dytën, të parën që 9 vite e ka, dytën se e ka mërë e ka qunë haq, 9 vjetë kur se ka qunë haq këta, 9 vjetë në pushim, kur se ka qunë, min njerë ka qunë këta në pushim, po kjo është pa drejtësi, që për qëta ki përqësi për Allah, edhe gjyna i madhësht, se kjo në dorën tone, a për dashuri, ja, aty nuk i përqësi. Me këta e ban një javë, me këta një javë. E tashme në javës, pse këtu ki nështa investon, kjo nuk ka farat keqe, po s'gudzon mi dhamë diqka që është në dorën tone. Ja blej këta një fustan 100 euro, se ja blej 25 euro në shutkë. A kësë shkën e ja blej në që tërgoski ta ato tjertë, se kjo ime nuk i blej. Po të e mërë veshti për shka, a? Na ke kemi epsh, po me kush me redaktu. A i dhe mërvesh, ama dhe këtë dytën duesh me kajt halin shumë me grën e parë. E qanë halin, se me ata ke fejnë shtrat, e me bahile, sikur se dy kush ban në të zes, kjo fare nuk lejot një gjë e tillë. Me majt dytën, me kurore, ku diqka, ama pa e ditë e para. Fare, kjo nuk lejot, kjo trathi është. Te tash kenit mataja, me ty i ka shpalos këtë prej barkit, te e më shef një gjë e tillë. Nërsa tjertë këtë e din, kjo nuk e di. Pa i trëgut parës. Nuk po thamë pa leje se është pak si është term, nuk është edhe bashkë edhe leje, se nuk është bashkë edhe me marrë leje, po s'po du me përdojë këtë shprejen më s'ka me dyteja, po pa e qajtë halën dhe ata, du të me qëtë maksimalisht, me vitet të tërë me përdojë ata. Po, se të ke fundit, të qeni bunar të rria, ma i vete ma të prishet, që të nash një e keqe, ndodhë dhe banë pa e parë, thot, po, ama une me mullëm të mi, shkët të nana dhe të baba. E qka bane ti? Nuk i koni i hafti, ti do me morë dytë të farburi, nërsa me të parën, së një ke mush menën. Po të na ka njerë disa raste, jo ke, disa raste, edhe buri këtu ka faj. Që është pak hilegji, është pak bledagji. Nuk o bashkë i sinqerë, se nuk kanë të shumë i sinqerë, gruja menë që kur të ashe, fisnik, unë e ta gjeti, belo e di ma mirë, unë e di që shfar apetiti o rekë si ki. Po kur të shove se kjo edhe burit e dikun është pak laper, pan hile, të ne thonë, si thonë të ardian të edhe të futbal, si thonë? Me dribluat, apo? A, krija? E po tash, edhe ajo mëse të banë. Andaj, këtë është pojta të zemrat e njëti, këtë e njëti, nëse i drejt dhe sinqert, nuk banë hile, e ka ndërët e me grunë, pasha Zotin Allahu, e bin grunë edhe të banë, që duhet. Mirë, po te diku na më shefmi. Dhe me këtë cëra palë, edhe na kena faj, edhe ka palë atjerët. Të më dhe zura, në stimi të raditë të kujdet. Ja, anë pëse nuk ka tradit, mirë, po dhe njerë, nëse këshire reziku është më i madh se traditët, do të me shkilë më traditën. Po në të mujtë e beba sabër, au, kjo nuk ka dyshim kjo se një maj mirë, se e përmenë në fund pjesën e fundit, të ke fundit më kanë se vapi edhe me këtë grujnë tane. Gjotë ndoshta së të kënaqë të je, nuk t'i plëtson shumë do apetite, po ndoshta është me ty kemi marrë se vapin. Jëra si që ka thonë Hasan Basria, martoje nusën vajzën tane me devotshëm. Nëse nuk i pëlqen, nuk i ban zullum. Se nëse nuk e marton me devotshëm, e marton me çetërkan, si mos e pëlqej atina ai ban zullum. Ai shkon çetërkun mas grave tjerave. Ai lakmon çetërkun në kosynin. E para çka thot kësaj, çiset. Kjo është far fjala Hasan Basria. Marton me devotshëm, nëse nuk i pëlqen. Të marr vesh. Mos ta përdormi sikur sa ai Hasan në stradinin që ka dhënë atrasin, kur të na pak i egzagerojnë disa punë, që nuk japin drejtën përpara, se tash alhamdulillah mirë përpara, djali më martu, se kanë dhënë me këshirçikën, po nona dhe baba e ka pëlqeu kri, merret i kabull. Ose merr foto, e ka thënë një foto, bomba ke ku kon sukona, foton e ka thënë donja,
O mas kur ka i natën rriz, ku me pa shka me pa, a qot jetë me këta. E nesën saba kur qot kje, thot, o burë, thot, edhe ngrata, kjo hitë se do, nuk ka kur fara apetiti, o reks me këta. O burë, thot, a më ka zonë me kuna mi dal, kuna mos mi dal, se ju kini në tradite, bamba ki ju njëfni. Kjo shka po thënë, thot, ketve dilve musa maral dilve, nga tha mua. Ja, ma. Për këmë thonë zonë mesazhe. Ketve dilve, ma shpesh, musa maral, mush mos më ndonë e ma mi, nga tha. E ka kuptu më gruje të farë mesazhe, me kukull, isëm pas ka begenis. Ha? Edhe kjo nuk ban. Edhe kjo qetra ekstrem, tash, ekstremi pin ekstrem. Opa, hiq pa vetë nonën babën. Ma e mirë se mesataria. Na nuk po dina mi bashku dy elementet. Ose ekstrem, nuk e veda fare fëmijën, je imponujmi, ose dyta e bojmi nuk e vetme. Vetë pa e vetë nonën babën. Vetë, te ka përqi, u kri, mashallah. Lene këtë pjesën qeter, qa po thonë nonën babë? Ku shembe këto? Qfar familje? Qfar fisi? Për të interesomi. E valla se ta meshtin Facebook, shpije pa buk ma. Aja ma nuk ban buk të shpije hiq ma. Ama duhet mi bashku të dy gjanët. Allah e ndërov, salamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh.